ose fjalia më e madhe, llafi më i madh, thashë themi më i madh se ke dëgjuar për veten? Ka shumë. S'më di cilën me veçu, ka shumë që gënjejnë mediat, që të bëhen virale me klikime dhe të përfitojnë nga ne. Po nuk e di. Por, lajm interesant për Xhulin është fakti që ka nisur një sipërmarrje që është, na e trego pak më shumë. Po, atëherë që një muaj kemi startu që bë virale pitet e Xhulit. Pitja është katmer, nuk është byrek është turqelive, pitja është ilirë. Edhe kemi bërë një fabrik 1500 metra katror, kemi 30 gra që punojnë ato dhe gatuajnë pitet e Xhulit për krejt tregun e Kosovës për momentin. Okej, ne herën tjetër do vi me pite. Po, decimbar, herën tjetër do vim Prishtinë edhe duam pite, ose në Amerikë. Në Amerikë nuk e di, do i qojmë pitet, po patjetër që do shkojmë. Tifozët që shkojnë në stadium vetëm për story Instagrami. Kam dëgjuar shpesh këtë gjë që thonë, këto femrat e bukura këndoj. Unë mas pari nuk e llogariti veten si shumë femën e bukur. E dyta, nuk e llogariti që njerëzit kanë kohë me hub, me shku, me bli tiketën, me shku në stadium, edhe mos me kuptu kurrë për futbollin. Mendoj që është budallic. Por ndoshta edhe ka, por unë mendoj që kjo është traditë familjare. Që ka, ne e dim që ka. Unë mendoj që është traditë familjare kur ti, prindri yt, babi, mami, kushdo që të jetë, shkojnë bashkë me shiku për shembull Chelsea ose Arsenalin, ose e kanë traditë familjare. Unë e kam pas futbollin traditë familjare. Vëllezërit e mi kanë luajtur futboll për Finlandën. Dhe shef Kikuçi ka qenë i pari shqiptar në Finland që ka bërë buj me festimin me hedhje. Do të unë jam pjesë e asaj gjeneratës që ne kemi shku me krejt familjen, kemi shku me vëllezërit, kemi loz top 10. Dhe unë kam luajt 15 vite futboll, unë adhuroj futbollin, po ka ndoshta edhe këto, po unë për veten nuk, në rrethin tim, ne shkojmë për lojë, për fitore. Ne nuk shkojmë, unë e kuptoj që për shembull tradita ime kur shkoj me shiku lojra jashtë Shqipërisë e Kosovës, unë gjithmonë veshje diçka tradicionale. Sepse unë du mi tregu botës që ne kemi veshjen e Drenicës, kemi veshjen e Rrugovës, kemi veshjen e Tropojës, një gjë të bukur në kokë ose në Xhamadan ose diçka, ajo është tradita, është vlerë. Dhe unë dua çdo herë që shkoj dhe e di që nëse një foto bëhet nga unë ose nga kushdo, unë e di që dua me përçu traditë, vlerë, që futbolli nuk është futboll, është një art, është një kulturë, është një traditë. Kjo. Bukur. Të shohim çfarë kemi tani? Flamuri më i madh të meshkujt shqiptar. Cili ka probleme më të madh? Wow, ai bën kjo pyetje që red flags of red flags. Të keqe shqiptar, negative. Nuk e di për rajon, që shife, meshkujt shqiptar vërtet janë shumë të mirë. Ne si popull jemi më të bukurit në Evropë, mendoj si kallop, si gjak, si kallop. Por unë mendoj që kemi shumë red flag sepse unë jam rrit e lind diasporë dhe kam pat mundësinë me jetu në Finland, Suedi, në Angli, vendet jashtë Evropës gjithashtu. Dhe kemi disa ngecje, sepse di që kemi qenë, ne deri në 90-ta Shqipëria ka qenë mbyllur pe gjagjit e verë, koha e ka bët veten, sepse kemi pot okupator të ndryshëm, të ngecja e rinisë dhe popullit tonë. Të pravanvetja. Por në qoftë se ne e shikojmë mas 30 vite, ose 40 vite Shqipërinë dhe Kosovën, shife ku kam qenë rinia e shqiptare. Po flas për këtë trevat, Malizi, Maqedoni, Kosovë, Shqipëri. Shife ç'a bëjnë shqiptarët në Zvicër. Shumica biznesmenat më të famshëm, më të mirë, më të bujshëm janë shqiptar. Femrat më të bukura në Evropë janë shqiptare që udhëheqin biznese, janë televizion, janë në gjithandej. Do të thotë për mua red flags mundesh me thonë në dy anë. Ka popull që nuk ka red flags si popull, po ka edhe shumë gjërat green flags si popull. E unë du mu fokusu tek gjaku ynë edhe tek shqiptarët tonë që ne faktikisht kemi shumë green flags, ma shumë se sa red flags. Kjo përgjigje meriton dorëdorëhitje se nuk isha out shumë shqiptar, nuk isha out. Se dy kushtet do gjetë momentin të shante këtu. Jo, unë nuk mendoj që një njeri lig shan, një njeri i mëshëm faktikisht i tregon se ku është pak më pak ngecja e tyre për mu shku përpara në gjatë ngecje. E vërtet.
Kjo është xhelozia mes vajzave në showbiz. Diçka që është tmerr, shumë. Është tmerr? Në nivele të larta mendoj. A është në nivele të larta? Unë as nuk i njoh, as nuk i shoh, as nuk i ndjej. A nuk e ndjen? Ndoshta kam energjinë aq të madhe që unë kur shkoj ato për tokë bin. Po jo, unë mendoj që siç pra po lidhet kjo që sapo e thash. Tek mendësia jon, për shembull unë jam rrit në shoqëri në Finland, Helsinki. Ku unë kam qenë vetëm zëshkane, të gjithë kanë qenë bjonda me sy kaltër. Dhe bjondet. Dhe ja, po zëshkanet. Kurse zëshkania merr syrin, e merr famën, e merr energjinë, e merr plus me këtë energji që mua Zoti ma ka fal. Do thotë, unë kur s'kam gjet xhelozi kështu me njerëz drejt për drejt. Normal që kam pat mbrapa shpinës që kam foli keq, por unë mendoj që një njeri i mençur nuk e shikon xhelozin, por e shikon nga rrjedh kjo xhelozi, sepse njerëzit xheloza zakonisht kanë ngecje në egon e tyre, në mentalitetin e tyre, në personalitetin e tyre. Se me po xhelozi femra me femrën. Kur meshkujt me meshkujt kanë shumë pak, e kanë bro code që mu më pëlqen shumë tek meshkujt. Kurse të gratë do të me pat shumë girls code. Edhe unë nga goja ime kur nuk del një sharje për një femën tjetër. Okej, tash unë e normal që do e kritikoj një opinionist ose një diçka që mu më hym punë, por nuk flas në tonet negative, flas konstruktive. Bukur. A ka dashuri në vitin 2025? Për veten po. A vetë për vete? Ja, unë mendoj që dashuria gjithmonë do ekziston, sa ajo është vetmja gjë që na manket botë. Por a është kthy dashuria në hiezime të ndryshme? Po. Sikur 50 Shades of Grey, nëse e keni pa filmin, ka 50 Shades of Grace. Edhe dashuria ka 50 Shades of dashuri. Kështu që ka ma pak, ka ma shumë, ka njerëz që janë ma honest, nuk ka honest. Unë vjen shumë keq, po brezi i prindve tonë vërtet kanë dashuru. Sot seksi u bë shumë i lirë, femra u bë shumë e lirë, meshkujt janë bë shumë të lirë, gjithçka u bër sipërfaqësore, gjithçka u bër fake. Dhe unë vjen shumë keq që ne jemi brezi që nuk jemi as me brezin e vjetër, as me brezin e ri, jemi me si gjyst, e nuk dim ma ku me rrok, kështu që andaj nga ishin ca video shumë nëpër Instagram, të vajzat nordike i pyesnin, si ishin të one night stand-ët, thoshin është super normale. Të na është normale, do të thotë shoqet e mia 12 vjeç, 13 vjeç, do të thotë unë po 12 vjeç atje ja fillojnë me pat marrëdhënie seksuale. Dhe unë kur kam qenë Miss Finlanda 2010, unë s'kisha asnjë çun se kishta puthur akoma. Dhe kur ma bëren këtë pyetje dhe unë shumë open, thash akoma nuk kam qenë lidhje kurrë dhe nuk kam puth një çun. Më kanë shikuar, a je normal, a je mirë? Dhe unë isha ajo black sheep ato dhe thash po unë vi nga një familje shqiptare që babi dajak më kishte hy. Po mos të prezantoja. Do ta imagjino 21 vjeç e kam puth çunin e parë që i kam thënë babit që jam duke dalë me një çun. 21 vjeç. Dhe këtë edhe jo, pak më herët. Dhe pyetja e fundit, ti ke qenë pjesë të një reality show, shumë njohur, Big Brother. Kush e meriton ta fitojë një reality show? Se këtë pyetje ma bërën para se me fillu Big Brotheri, edhe tash që po fillon në Shqipërisë, marrën njerëz të më shkruaj Gjul, si, qysh, ka, çfarë loje me bo. Unë mendoj se një njeri që ka shumë hyper energy, një njeri që është i lexuar, një njeri që është i udhëtuar, një njeri që ka bagazh, një njeri që din me përdor fuqinë e mendjes, shpirtit edhe fizikut vet. Sepse imagjino të gjitha lidhet me njëra tjetrën. Asnjë nuk është vetëm individ me një do thot area. Kështu që unë mendoj që një njeri që duhet me fitu reality show është një njeri që tregon gjithashtu edhe pozitivitet për brezit që janë duke shikuar jashtë, do thot kulturë, edukat, lexueshmëri, njohuri, everything. Po njëkohësisht do të më ditë edhe me kon dinak që me bë lojën, që më ron njerëzit tjerë në grup, personi që është duke lojë lojën. Kështu që unë siç e kam thënë, prit të përcjell. Priti edhe përcjellë. Dhe në fund të përcjella veten në finale. Kështu që kjo është jeta. Gjuli, këto ishin pyetjet tona, uroj të